Reshat Mati shënon fitore spektakolare kundër Jose Argulos në Barclays Center në Brooklyn. Më 18 tetor, bokseri shqiptaro-amerikan Reshat Mati, një bokseri pamposhtur shqiptaro-amerikan, i njohur me Nov Kanariu shqiptar, shtoi një tjetër fitore në rekordin e tij të pandërprer, duke mposhtur Jose Angulon nga Ekuadori në vendin shumicë MD pas 8 raundeve të forta në kategorinë e peshës së mesme welterweight në Barclays Centers në Brooklyn. Ndeshja e transmetuar drejt për drejt nga Millions PPV u shënua me rezultate 77, 76, 77, 75, 77, 75 në favor të Matit, duke konfirmuar dominimin e tij në ring dhe duke quar rekordin e tij profesional me 15 fitore pas një humbje dhe me 8 nokaut. Reshat Mati, 27 vjeçar, hyri në këtë ndeshje si favorit fal formës së tij të jashtëzakonshme të stilit të veçantë të boksimit. Në një përqindje nokautesh prej 53, ai u përballi me një kundërshtar të fortë, Jose Angulon, i cili kishte një rekord 16 fitoresh, 10 humbjesh dhe 9 nokaut. Pavarësisht përvojës të madhe të Angulos, në ring 139 raunde të luajtura kundër 83 të Matit, Mati tregoi aftësi teknike dhe qëndrueshmëri duke kontrolluar ndeshjen e duke bindur gjyqtarët për fitoren e tij, tha kanali televiziv sportiv Millions PPV.